Gjykata e posaçme pezulloi nga detyra e zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Po ashtu, gjyqtari i hetimit paraprak Erion Çela caktoi ndaj saj masën ndalim dalje jashtë shtetit. Në masë sigurimi arrest në shtëpi u vunë edhe 2 zyrtarë të tjerë, drejtori i ARSH-s Gentian Gjuli dhe drejtori i KESH Eral Delezi. Në njoftimin zyrtar të SPAK thuhet se janë evidentuar shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike në kuadër të 2 procedurave të prokurorimit, ndërtimi i tunelit të Llogaras dhe ndërtimi i unazës së jashtme të Tiranës, loti 4. Gjykata e posaçme e shkallës së parë ka vendosur caktimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues, ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe masës së sigurimit personal me karakter ndalues, pezullimin nga detyra me funksion të lartë shtetëror si zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, ndaj të pandehurës Belinda Balluku, e akuzuar për kryerjen e veprës penale shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim. SPAK deklaron se të akuzuarit kanë bashkëpunuar dhe kanë përcaktuar fituesit e tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. E pandehura Belinda Balluku në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit Eviz Berberi, Gentian Gjuli, Eral Delezi, Etmira Dervishi dhe Mirzeta Kashnica kanë paracaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi, kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik fitues. Për sa i përket lotit të 4 të unazës së madhe të Tiranës, SPAK thotë se Belinda Balluku në bashkëpunim me të pandehurin Eviz Berberi, anëtarët e njësisë së prokurimit dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Eral Delezi dhe 2 shtetasit me inicialet KK dhe MSH, kanë përcaktuar fituesin e kësaj procedure prokurimi, krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për bashkimin e operatorëve ekonomik. Të dhënat për shkeljet në 2 tenderat dolen nga bisedat e zbardhura nga telefoni sekuestruar i ish-kreu të ARSH-s Eviz Berberi. SPAK sqaroi se hetimet e deritanishme janë kryer përmes metodave speciale, grumbullimit të provave digjitale, si dhe nga kryerja e veprimeve të tjera hetimore dhe se po i vijon hetimet për këtë procedim penal.